Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi këtë të martën në kuvent. Në fakt kam marrë këtu në studio. Zakonisht të martën nuk është se e bëjmë në studio, pak. Prajmë të e bëjmë në studio. Jo si unë erdha sepse këtë të martë kemi një personazh shumë interesant. O shumë, kur them shumë. Është një dokumentar ku merrna me sagën e një personazhi që na nëmujsh në internim në burgun e Tepelenës, kur ajo e ka marrë nga Skurët dhe në Tepelen. Du të ta shohim këtë dokumentar në këndvështrimin historik, ta shohim në këndvështrimin e njerëzve që kanë vujtur një kohë, por ama ka gjë shumë veçantë. Gjithë dokumentari është i mbushur me mesazhe. Dhe gjëja e veçantë, të kuptoni se si një fëmijë 9 muajsh, sot unë e kam në studio 81 vjeç, ashtu hes për 81 thot kjo vazhdimisht, e kam tu në studio dhe kam sjell për herë të parë tu që sjell një nën logët, se zakonisht me nën logët intervistat unë i kam bërë në terren, i kam bërë në shtëpia, në vende pune e tjerë me radhë. Dhe unë e kam sjell në studio që ta prezantojmë së bashku dokumentarin që kemi bërë. Është Nana Franga Lusha, po bi nga Skurajt e kur vini. Ashtu. Tani, Nana Franga, ne kemi sot dokumentarin që të dedikohet ty. Edhe kemi thënë saga e Nana Frangës. Ose si thoshesh vujtjet që ke pas gjatë viteve dhe du t'ja u japim publikun. Besoj se të ka pëlqyer, po them, të është duk mirë ky udhimi që kemi bërë bashkë ne? Ose? Se ti mbane për me bërë udhimin, në fakt. Ishte puna... Për ta bërë, se s'ban. Mi fjallë do zhona ditërushme si ishin do halët forta, që kanë para atëherë. Ishte puna atëherë me vuj njërës. Po, se kështu thuhet. Pra kështu na thu vazhdimisht edhe kështu më ke thënë. Asnjëherë nuk bie qa. Shumë interesant. Gjatë gjithë dokumentarit që kemi folë ne. Pra, kemi shku nga Skurët. Ku ishim në Talja, Se ti rrin Talja, apo? Rri me fëmijët e djalë që i mban, 2 bukurosha, kënaqesh me ta, apo? Po sero. Kam knaqësi, në kam nepa e mesa 15 nepa. 15, se ma ke thënë aty? Stërgjishe jam unë. Stërgjishe? Në stërgjishe jam bo. Po bravo qoftë Nana Franga. Tani ne kemi bën rrugën pra prej Skurësh, kur sollëm kujtimet e para 80 e sa viteve, kur ke qenë 9 muajsh nëna jote, dhe e kemi sjell edhe nënën tonë, e kam sjell në dokumentar, ku i ka folë ca fjalë dhe ajo, sot nuk jeton, por ama kemi sjell. Edhe ky dokumentar është edhe si një kujtim edhe për nënën tonë, e kupton? Dhe e kemi bën tani rrugën edhe pse tani, faktikisht djali jot, e falenderoj shumë për këtë dokumentar, ndihma e tij ka qenë që ne e realizuam, dhe bravo i qoftë se insistoi deri në fund, dhe e kemi sjell jetën përmes hesjes. Shumë e rëndësishme. Ti për shembull, bëj pyetje, po ma thuaj me sinqeritet. A më mirë ta kisha bën thjesht gjithë intervistën aty ku je në Talje, ajo Zhaku, apo bën mirë që shkojmë kështu? Jo, më mirë një fjalë. Sa te ku vesh kujtohen disa gjëra të rëndësishme, si i thoni jetë, i thon 70 vjet si kanë kalu të vujtë. Po, bukur pra, se shiko, kur më thu mu, gjërat përjetojnë atje ku janë. Po, tu vot, tu kujtu. Tu vot, tu kujtu. Edhe unë e dija këtë, edhe faktikisht tani ty e duhem na vënë mësim letrive, ne që bëjmë gazarin, po fuse vetën të ri, kam 60 i kam kalu, jam të shumë 67 adhon. I ri jam unë, se kështu t'jam duk. Po jo, janë, por edhe unë, edhe në të mosh du të mësoj, që gjërat ne t'i bëjmë serioze, kur bëjmë një dokumentar, kur bëjmë një kronik, kur shkrim ke njeriu, dhe ta lëvizim, pra nëse këtë dokumentar, të intervistë, do ta kisha bën thjesht unë aty në Talje, ja, okay, do thotë Nana Franga sa fjalë, por nuk ishte kjo që i bëm kësaj radhe. Tani udhën ti kam vënë re që nuk je lodh. E bëm rrugën gjatë gjithë kohës duke sjell kujtimet deri në Tepelen. Pastaj shkuam në Tepelen. Në Tepelen ti kishe kohë si s'ke qenë. Dhe atëherë do kujtime të rëndësishme të vinit. Të vinit. Po edhe këto kujtime ne kemi sjell, ti kur ta shohësh dokumentarin edhe vetë do kënaqesh, absolutisht. Sepse unë jam mundu që të përcjell
atë brendin tane shpirtnore. Do më cili ka qenë? Sigur me pa qenë vetë i vujtur, se jeta vujta është gjithere, po. Pra, do me thënë, paka shumë kam qenë nun mirë, sepse unë faktikisht s'kam vujt në Tepelen, a kupton ti? Por dhe me shumë Vujtë ti ka gjurë po tuja. që se edhe njëni ti ka ra ma shumë. Po, ti edhe ma pak. Kështu i thotë? Sikur ka lapsi, si i thonë, ka piher lapsi në kotë. E qartë. Gjithmonë. E qartë. Dhe pasaj ne kemi bëjnë gjonë, se kemi shkullu dhe këkullat e Gjin Pjetrit. Këkullat pra dhe aty, kemi bëjnë gjonë, dhe unë du t'i falenderoj ato që na pritin aty të kullat. Po ato jem falenderu, se di herë kanë bëjnë luft me Turkinë. Po pra, se e thënë. Kretë që do kanë qëndru. Bravo. Kretë fesi. Kretë fisi. Burat e merë, si ka qenë trimat, një fjallë të fejsit i herë, kretë të vishë kanë pa lënë gjonë pa bari. Po, bravo. Ato jenë në Rome. Edhe, edhe shiko tani, përmes teje, se ka një gjanë që du t'a kuptoj dhe publiku, përmes teje, në këtë dokumentar, ne imi mundur me sill një histori më të madhe, do me thënë, ti në këtë rast vërtet i e rrëfyr ti, por i e rrëfyr sikur rrëfen të gjitha ta, sepse ka i gjanë, janë 620 e sa vite, 650 gati, burgje, internime e tjerë dhe 11 të pushkatuar dhe të vrarë. Dhe do më thënë, pranej kjo histori, ti tani mbi shpallat tuja, dhe njerëzit kështu du ta gjykojnë, edhe duke e parë dokumentarin, mbi shpallat tuja është gjithë kjo histori që do të rrëfet për 1 orë e 20 minuta. Do me thënë, unë besoj që në gjithë të rrugë që i mba, dhe në tenë, ati ku i e martuar, se du të arithexoj dhe këte. Për në frangën 2 veta kanë bëha burg mos më u përshmisia. Ashtë shumë e veçantë. Se e ke rrëfyr aty bashkë e veni. Pra 2 veta. Edhe këti ke po, si do qoftë në franga, sot, pas gjithë saj rrugët, pas shumë, a ndjesh ma e letë nga gjithë vujtje që ke kërdu. Sepse këto vujtje tani, këto rrugën tane, mesazhet tuje, je duke ja u dhënë njerëzve, publikisht. A ndjesh ma e letë tani? Ma e letë. Nihem, sikur se si kam bo hish vujtet. E të kuptohet që unë kam lemi i shpejt, të mere në vëtë më shpejt mere. Më kanë pa thënë burat e vjetër shpejt steme, 4 fashe rëbë, që të lushe i kanë qenë burat mere. Pasha zotën parena, burat e vjetër që ato si ishin... Taman, bura me pesh, me taman. Qiko, a bëm një gjanë? Tani, mos duhet me nëzirë sekretet e dokumentarin, ta shohin njerëzit. Jo, ta shohin. A jetë akush ta shohin? Okej. Se kështu thot kjo, vazhdimisht, po, si të thushti gjërë, të të mbrejgu, shumë ka thënë gjithë rrugën. Mirë, atëherë, Nana Franga, le t'i ftojmë dhe njerëzit, gjithë ata që da shikojnë qina, mirë njerëz, që të shikojnë dokumentarin dhe të shikojnë udhëtimin që ne kemi bërë bashkë. Unë të falenderoj pa mos. Unë falenderoj shumë. Për këtë arsye që ishte e në zorë me him gjithë këto hale, luftra, një fjallë, ishte në merë, në përtej, ishte merë në përtej, se përdo si kanë luftu kundra armikut gjithere. Pra, mirë, shumë faleminderit, da njekim me knajsi, do da njekesh me një për me mbesa, do da shohin gjithë, do da keni si kujtim për gjithë jetën. Atëherë, ndëruar teleshikues, juftoj që të ndiqni dokumentarin e realizuar Saga e Nana Frangës, sot duke shkuar për 81 vjeç, rrëfimi i saj që kurse 9 muaj ka qenë në internim në kampin e Tepelenës, dhe kjo është si një kujtesë, pra si një lloj muzeu kujtese për gjithë ato që kanë vujt, mbi 1300 fëmijë që kanë qenë në kampin e Tepelenës, si askun e kam përsëritur disa herë në dokumentar, si askun në Europën e Lindjes. Ju do të shikoni se si një që e ka vujt dhe një që përfaqëson një familje fort, duket si në fund fare si ai Feniksi që ngrihet nga hiri. Pra, Nana Franga është tamam në atë kauzën, atë që thonte atë zeflumi, rëno për me tregu. Dhe Nana Franga ka rënu për me tregu të histori, që është histori për filma, një nga historit më mitike që ka ndodhur në Shqipëri, por dhe në Europën e Lindjes. Na ndiqni në dokumentarin.
saga e Nana Frangës. Fshati Skuraj, me një pejsazh magnitës, duket sikur një dorë vigane ta ketë rrethuar me shkëmbejnë të bardhë, si kështjella natyrore mes përmes cilave gjarpron lumi i madh. Lum që i ka dhënë dritë Shqipërisë përmes 2 hidrocentraleve, njëri pas tjetrit. Por përtej panoramës natyrore, historia ende nuk ka nxjerrë në pas si duhet një anë tjetër të këtij oazi mitik mes maljesh krenare. Vlerën kombëtare që mbartin këto troje, me një prej dyrëve nga më të përmendur të Shqipërisë, që në kohën e Skënderbeut e deri në motin e dytë të madh, shpalljes së pavarësisë të Shqipërisë. Bashkë këtu, lindi dhe u rrit një prej adetarëve më në zënë të atij motit të ndritur, prisi popullor Gjin Pjetër Përvizi. Pris të tillë dinast nuk vijnë nga një trull i bjerrur, por nga trashëgimia e shekujve, ndaj historisë, ashtu si dhe këto krepat barë lidhen njëri pas tjetrit që me Skurajt e hershëm, njëra prej familjeve më të shquara të fisnikërisë së Arbërit nga fundi i shekullit XII deri në gjysmën e dytë të shekullit të XIV. Skuraj evidentohet si katundi i parë në flamurin e Kurbinit nga 16 katundet e vjetra të tij, e ndërkohë në vazhdën historike të pleqësisë vjen natyrshëm figura mitike e Gjin Pjetrit, që shquhej për nga mençuria dhe mënyra se si ai e konsolidoi familjen, duke u kthyer në një personalitet me ndikim të madh sipër nga fuqia ekonomike, diplomacia dhe potenca ushtarake. Ai e vuri familjen dhe fisin në istikamet e luftës kundër turqëve përmes lidhjeve me misionarët e kohës si Dom Nikol Kaçorri, At Stefan Gjeçovi, Primo Bianchi dhe plakun e urtë Ismail Qemalin e Vlorës. Pal këtyre aftësive, Skurajt e zgjedhin kryeplak të 54 katundeve të Kurbinit dhe Krujës. Janë disa foto që na sillen mes luftarëve dhe më pas me ngritjen e flamurit Milot para ditën e 28 nëntorit me 300 luftarë spartan të tij dhe ku mbante afër nipin e vet Preng Përvizi si pasardhësi denjë i kësaj dere, ndërkohë që pasdite flamuri do të ngrihen në Vlorë për të vazhduar në përviset e tjera shqiptare. Më vonë nipi Prenga, një prej gjeneralëve më të zotë në historinë e ushtarakëve shqiptar, ju kundërvon ashpër regjimit komunist, ashtu si dhe pjesëtarë të tjerë të këtij trungu, që sollin në përsekutimin më gjakatar që mund t'i bëjë një dere me emër, të cilët kanë kaluar mbi 600 vite në përburgje e internime, postë të vrarëve, një shifër e frikshme për të shënuar në librin Guinness sa i përket maltrajtimit njerëzor brenda një trungu. E sollëm të histori për t'ju ftuar që të ndiqni sagën e një prej bijave të kësaj dere të përmendur të tribunit popullor Gjin Pjetri i Kurbinit, Nan Frangën, mbi 80 vjeçare, e bija e Ndue Pa Luksanit, e martuar në malet Mirditës me Nikollën, djalin e Leshpreng Lushës së përmendur të atyre anëve. Franga me jetën e saj është shembulli më tipik ku simbolizohet ringritja nga hiri e një pinjolli të asaj fortese ku 3 kulla ishin ndjekur 3 herë, si për ironi të fatit edhe nga pushtuesit osman, por dhe nga regjimi komunist i pas 44-s. Ajo na e rrëfen thjesht historinë e këtyre konaqeve, por ama rrëfimi i saj tehet i sinqert vjen si një lloj libri autentik që duket sikur sjell epokat diabolike të gjithë historisë shqiptare. Me pak fjalë po sjellim edhe rrëfimin e nanës së Frangës, Dila në moshën 98 vjeç, e cila jetoi përtej një shekulli, duke e kallëzuar xhamën që u ka ndodhur këtyre konaqeve në kohën e Turkisë, siç shprehet ajo. Kina jo shpëi ka pas zjarë të tërë. Një fjallë ka pas zjarë të tërë. Kanë qenë të urtë e në trima të rëpë të kësaj shpëje. Si kemi qenë këtë fejsi këtu në këto. I ka jenë gjegjë njëherë për para, a gjegjë i ka gjithë në kohën e Turqisë. Turqia. Po. Mani në kohën e Gjin Pjetrit e kanë gjithë, është 1912 e ka gjithë prapë Turk barbari një fjallë. A gjithë diheri hasi ka gjithë luft me Turkirë. Në 25-ën
I ka gjegjë regjimi i egjer komunist. Po, shiko do ta fillojmë historinë pikërisht këtu. Pa, Pra, djegja e tretë e kullës. pa. Tu ka qenë kjo kullë, ka qenë kullë tjetër, kanë qenë tre kulla. Kanë qenë tre kulla atë. Ose duket, domethënë se këto janë si Po. puna e sarajeve. Po, Më kujtojnë sarajet e Zhon Markaxhonit atje, sipër. Atë fat kanë pas ato kulla, dhe ato janë djeg. Domethënë u dogjën kullat tu, pra në 45. po. Edhe pse u dogj edhe një prej luftarëve më të mëdhenj të kohës pavarësisë, siç ishte Pra si Gjin na, Pjetri, për ne fatin e du të keq. na mashin në shplak dorës ne. Absolutisht, i kontribut për pavarësinë, por nuk do rrim shumë te kjo histori, Jo shumë. sepse shikoj që do bëjmë bashkë. Po, Unë do flas në gjuhën gazarese e quajmë saga e një familje. Në këtë rast do merrna me sagën e Nana Frangës, sepse do merrna me historinë e kësaj. Është nga ato histori që janë të rralla në Evropën e lindjes. Mendojnë tani, Nana Franga në 45-ën ti ke qenë një fëmijë ke 9 muajsh, diçka kështu. kam shku, s'maj men të shku me në vishë se maj men Po. se jenë dhe me thënë a gjegjë. Kolla palë gjinit, palë gjipjetit, gjishit tem. Po, e gjyshit, po. A gjegjë kolla palë gjinit, a gjegjë kolla zev gjokë, s'ka qenë bashkë gjitë me këta. Ka një fjallë, ka qenë a gjegjë kolla e prejnë për vizit. Po, qeshët e poshtë, po, Se ka qenë bashkë kur jenë Po, bërë e të gjitha, luftat. pra ka qenë kompleks kulla. Kushej, pra, kompleks kulla. U rova se më... U dogjen gjitha, U dogjen krejt. u dogjen kulla, dhe njerëzit pasaj jetu në për stane më, Presam Zotin që kemi hekën në. Shesh. Në disa të pashë. E në bëni të. Shak kemi pas kulle, shpej e krejt. Kulle e Markaleshit, kulle e tot në Palgjinë. Se e dysh, sa të pashë? Sa të pasha pra gjallim, që thonë se ka gjithi me rujtë. E në, i thot të gjishë, thot në alë, zarmin thot, më në gjithë shpejet me që trëp. Jashtë. Vëri trëp, thot ma merë para, se i gjithi i lemur të marë. E në, shim pa thënë ka zhënë kip të avatën, shim pa së që ka bu ma zhënë, nuk ka pa zhënë kështë. Shim në alë takë zarë. E në, nuk duhen më, shpejnë e të orë, Markaleshit, në Palgjinë. Kollë. Ti në gorën kur a shpallë pavarësia, që ishte në gorën e Gjipjetrit? Por, po para, Para kohës Gjipjetrit. po para. Po e sa ti isha pasat që në të herë një ministra, një këshu? Kush? E sa të pasha? Sa të pasha pra, kanë pa thënë sa të pash të pëtoni. Sa të pasha të pëtoni, po? A i në dëzhne, në pëshë, në bëni temë. E kemi hek na, e kemi shku mjetak pa dalë ndibër. Shesh. Po. Kretë kalamaje, burra, fëmije. Po. Kush ishte? Po më një? Mëni, tata jem shkote se s'kishin krejp. Shkote mërë të krejp në durës në kuaj, e bire se për zotë ishte gjathi pa krejp, nishu pa krejp. Se hata zhjo pa krejp, gjiri. A qim kudër, Kini qenë fillimisht e të nalë. ka qenë. Atëhere ka qenë, gjipi jetin e kanë qenë më toë, shënkohë. Fushë madhe, po? E ka ardhë, tha, e me lirë, tha, bardha jam smonë. Më kanë helmatohë, por më s'ka zë kuj, tha, se vene bëjnë nomin, meta. E në, s'ka kalzu kuj. Po helmatohë kanë atje. Se ka pa një 7 vjetë në Italijej. E në i patlip, e mërët i Italijës, një gjallë, e në, ishte jetem ki prengëllis. E në si ata, e në i shot ki, u bëma general. Ka qenë me fuqi shqiptari, zotit bëgë. Po, për vizën Gjipjetrit pas pa që në shkollë? Po, Ja kërkëj zogu, ja kërkëj? ja kërkëj mërët i Italijës. Mret Italisë ja kërkëj. Tu ka qenë historia pasaj. Kur e në gjegjë më një kanë shku të internim njerëzit. Po, atëherë, tu nisim një internim. Pra, familjet të tilla, familjet të mëdhaja me emër,
që ju doqën dhe kullat, atëherë pjesa e dytë dhe më të mërshme është internimi, përveç burgosëve etj. Po internimi. Dhe nëna Franga, siç e përmenda, ka qenë rreth 9 muajsh, afërsisht shumë ka qenë, që nëna jote pasaj të ka marrë. Po, kena shku Keni shku në për internim më njërë. Për internim, pra keni bërë rrugë, normal që ti nuk mbanë mend. S'majnë nuk i majnë. Po normal, s'mbanë mend, kjo rruga do t'ju tregojmë poshtë, do filmojmë diçka edhe rrugës si ka qenë, do na tregoj pak. Nëna Franga rrugës atje, si ka qenë rrugës, se bëhen kam, prej këtu për shkuar në Milot. Kena shku Rrepës Vorit. Pra, Rrepës Vorit, asaj që më thejë mua ka erdhën pa, ajo rrëpa atë, po. Nuk i kanë lënë, se unë s'maj për i mojmen se kanë qenë rrëpë kretë me mu. Një histori në ekstrakt të ngjarjeve të këtij trulli bash aty tek oborri i kullës së Gjin Pjetrit, na rrëfen kushëri i saj Zefi. I lëvizjes për pavarësinë kur bin me Ismail Qemoni ka qenë Dom Nikol Kaçorri. Po. Ai ka jetuar më shumë se një vit këtu në Skurej. Po. Ka qenë ndërbashkëpunëtor më të ngurë Gjin Pjetrit. Dhe Ismail Qemoni, duke parë se Krui ishte pushtuar nga serbët, Lezhë ishte pushtuar nga serbët, edhe Durrësi nga serbët, ai shkoi në Krui për ta ngritur Qemonin, nuk e lanë. Shkoi në Durrës, nuk e lanë, atëherë komunikoi me Gjin Pjetrin, tha duhet ta shpallni pavarësinë e Kurbinit, patjetër. Që t'u tregojmë se ky vend ka Zot. Ky vend do të jetë i lirë. Edhe atëherë Gjin Pjetri të nesërmen me 28 nëntor, disa orë para vlorës, ka shpall pavarësinë e Kurbinit, edhe e ka njoftuar Ismail Qemoni me topa. Ka ngjyt me topa në Milot, e ka marrë vesh Durrësi me topa ka njoftuar vlorës se Kurbini u shpalli lidhje i pavarur. Unë ju thash që në fillim këtu duhen ditë e javë të tëra për ta përshkruar gjithë këtë histori, gjithë do përpjekje për luftë, për pavarësi, përsekutimet e familjes Gjin Pjetrit që është një kapitull i veçantë ai. Përsekutimet, internimet, zhdukjet pa gjurmë të shumë pasardhë të Gjin Pjetrit, domethënë nuk i di pas valle sot se ku janë, është një histori këtë e veçantë, këtë rrallë e tragjike, vërtet tragjike. Unë falenderoj edhe si mësues, po edhe fakti që je shumë i kthjellët në atë për ta sjellë të histori. Dhe unë mendoj që kjo kullë është një shenjë shumë i mirë, që është ngritë, është bën dhe pse jo, mund të jetë një muze. Nuk e di se sa keni hetë, sepse do të pyes pak të trashëgimtar. Patjetër. Shkja bash nevi i Gjin Pjetrit. Stëneti. Gjyshi Gjin Pjetri. Domethënë gjyshi është Gjin Pjetri. Po. I gjallë, më thumi vetëm kaq gjallë. Si ndje? Dhe janë krenar dhe kur tu si ja kanë Gjuzani do të jetë krenar, gjithë Kurbini. Se Gjin Pjetri lete trashëgimtar. Por fatkeqësisht trashëgimia u mbyll në 52-shin, që i hupën njëvat, i lanë në rrugëve. Dhe tash ti çat mundem me bën disa të tjerë për historinë. Në një farë mënyre, unë të ka marrë, që se më ka ftu djali i Tani, djali i Të kanë pas të halet vetët. Doja me sjell diçka, domethënë kështu, po edhe i personazh si që është Nëna Franga. Po sa personazhe të tilla ka në këtë vend, që unë mendoj në një farë mënyre disa gjëra dhe duhen shkruajtur. Nuk e di, a ka ndonjë monografi deri tani? Po patjetër. Për Gjin Pjetrin është botuar një libër i plotë në vitin 2012 me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Kush është autor? Autori jam unë. Ti autor. Jam unë sepse me thënë drejtën ne pritim se do të merret dikush tjetër me figurën e Gjin Pjetrit, nuk u mur asnjëri dhe unë detyrova unë. Kam punuar 15 vjet nëpër arkiva, me dokumenta, me dëshmi, me intervista dhe kam botuar një libër, do t'ja tregoj pak më vonë. Bravo, do ta marr unë. Patjetër, edhe është libri më i plotë i botuar deri tani, me fakte, me dokumenta, me dëshmi, do të thënë pasqyra më e plotë e kësaj. Mjafton t'ju them se vetëm vargje për Gjin Pjetrin janë mbi 1000 vargje. Që në gjallje ti është kënduar kënga e parë e Gjin Pjetrit. Për Gjin Pjetrin, po. Kënga e parë që në gjallje, pavarësisht se s'ka pranuar lëvdata e kështu, po. E qartë. Bashkëpunëtorët e tij duke parë meritat e aftësitë e veçanta i ngritën këngën. Patjetër janë mbi 1000 vargje për Gjin Pjetrin. Dhe janë këtu nga bardh popullor. Po, kënga e parë, i vendit këtu ka qenë, po. Pastaj kënga e fundit është ajo e famshme e Gjokbecit me Kurtlikën që është më e bukur deri sot për Gjin Pjetrin. Edhe absolutisht. Por unë do t'i jap vetëm një fakt. Unë kam falënderuar shumë Gjokën për tekstin që ka bërë atëherë dhe Kurtin për një kënduar fantastike. Por mosh i papërsëritshëm Gjokbeci për vargu. Po, absolutisht. Unë mjafton t'ju them vetëm diçka. Pasardhësit e familjes Gjin Pjetrit janë 10 veta që kanë humbur nuk u dim varret sot, vetëm pse ishin antikomunist. E para. Janë mbi 100 të tjerë që kanë vuajtur internimeve. Bon me mbledh gjitha bon rreth 500 vjet internime të gjithë personave që janë 100 vete janë internuar në Tepelene, në kompetitorë në Berate, në Lushnjë, 500 vite. 500 vite internim. Edhe kjo është pjesë e 500 viteve. Patjetër që po, patjetër. Se pra në muzekit e Petitit, ai të kuptohemi, thanë se kanë qenë mshortë të ti mu krei
Sigurisht, rrezikohesh dukja. Bash i gjipjetit, si kanë qenë vllazën me fjalë forte. Rrezikohesh dukja. Imagjinoje dukja pa mos. Po mirë, kjo është fati se shiko, nuk e thot kot Azef Plumi, rëno për me tregu. Ti ke rënu për me tregu. Të mjetu nga lanzori me pa vetëm Kol Palgjini gjyshi i Petritit, i ka shpëtu për fije, i ka shpëtu diktaturës sepse në atë kohë qelloi ushtar, ku vendos diktaturën, Shqipëriu qelloi ushtar dhe ishte shumë i zoti, edhe shteti kishte nevojë për oficer në atë kohë, edhe mbajti oficer në Korç. Ka qenë partizan të mbajti në Korç, ka 9 vjet oficer atje. Kur e zbuluan se ishte nipi i Gjinpjetrit, ka ardhur këtu e kanë marrë gati përveshi, e ka brigata 27 sulmuese i ka djeg shtëpinë. Ai tu e pa shtëpinë tu djeg, e shtëpia e Kolpal tu djeg 45-ën. Në 10 janar 1945. E se si ka shpëtu diktaturës vetëm ai mund të di. Më ka thënë Lalkola. Shumë i zoti, shumë i zgjuar, shumë i mirë, i vetmi që ka shpëtu nga pasazhet e Gjinpjetrit. Edhe është fat i madh për ne sepse ne ka tregu gjithçka. Ai na ka tregu. Po le pastaj dokumentet, sa dokumente janë ndjek këtu, dëshmi Gjinpjetrit janë ndjek bashkë me kullën dhe janë. Gjë 3 herë do ti 3 herë sto kemi dokumenta arkhivore, po sa dokumenta arkhivore. Unë Zef të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Ajo që përbën absurdin e historisë në këtë vend lidhet me faktin se pikërisht kullave të një prej prizë më të shquar të malsorëve në luftë kundër pushtuzë Osman dhe atij që me luftarët e vet ngriti flamurin në Milot, një herë pjesëmarrës edhe në Lezhë, apo zona të tjera, regjimi barbar komunist do të vinte zjarrin në mënyrën më makabër. Ato momente në animon për të sjellë në kujtesën e kohës një intervistë për dosja kë e vllajt të Frangës Mark Uksani, i cili para pak muajve ka ndruar jetë. Atë mbasdite shtatore e pash për herë të fundit shtëpinë. Na qitën me forcë në obor. Gjyshrit, nanën, motrat, kushërinjt, u mblodhëm një grusht rreth njëri tjetrit. Të mëdhenjt e dinin se shpëndodhte. Na, fëmijët, vetëm e nuhasnin prej tonit trept e sharjeve që ata lëshonin. Triturit përshpërisnin. Komunistat. Ata na e mushën shtëpinë me barin e thatë, që ne kishim mbledh për dimër si ushqim për kafshët. E mbushën deri tek dera e madhe, i vun zjarmin, i cili u përhap me shpejtësi deri në qati, e gjithë shtëpia nën pushtetin e flakëve. Gjuhët e zjarta zgjateshin drejt qiellit. Isha i pafuqishëm me inal. Po digjej gjithë ç'kishim, edhe teshat e trupit, edhe kujtimet e gjithë çasteve fëminore. Dekikat e fundit të kësaj masditje, rroka me men gjithë çastet e amla në atë shtëpi. Kur dielli po prekte majat e maleve, na vun rresht, e të shoqëru me policë të armatosën, na urdhnuan të ecim pa fjalë, gjithë natën, drejt një shtektimi, ku do na hapeshin plag që s'do na shëroheshin ma kurrë. Marku sot është 82 vjeç. Ka lindur në vitin 1936. E gjithë jeta e tij, nga viti 1945 e deri më sot, është e mbushur plot me plagë që ja ka shkaktuar regjimi komunist. Por Marku ndihet krenar që është përballur dhe i ka mbijetuar një prej regjimeve diktatoriale më të egra. Siç e do zakoni, për malsorët e Kurbinit, asmi nuk shahet, me të luftohet. Marku është djali i vetëm i Ndue Palgjinit, nipi Mark Gjon Markut e mbështetës si flakët i tij. Ai u arrestua në vitin 1945 me njëherë pas vendosjes së regjimit komunist. Ditën që i arrestuan të atin, Marku bashkë me familjarët e tij u nxorën dhunisht jashtë shtëpive, u adogjën gjithë çfarë patën dhe me shtëllungat e tymit e gjuhët e flakëve pas shpine. Ata u thuan në përnat, në këmbë, shoqëruar me policë të armatosur nga fshati Skura i Kurbinit, gjerë në Milot, e mëtej me kamion do t'i çonin sa në një kamp internimi në një tjetër. Në 25 kanë ardhur na kanë gjekë shpëjet, edhe na kanë marrë në internim. Kanë ardhur na kanë nxjerrë jashtë ne, edhe s'na kanë lënë me qita si rroba si gjon, vetëm kanë marrë atë barët e kafshëve, klopëve këtu, ka pe fut më në mush prien atje, në mu derën, mu zarë më derë. Edhe shpeja prëngë për vjezit, e Zev Gjok Pjetrit, edhe e Palgji Pjetrit. 3 shpije jenë gjekë, atë mi fjallë. Si e i maj men për shemë kur i kanë vuzarë. Mës ditën, kanë edhe i kanë vuzarë dhe na kanë marrë, të më thënë, ma mi fjallë për gjithë natë të hecë të dhe Milot. Kjo ka qenë ajo rasti i parë, si fillesa. Rruga shpat, rruga kamësore, s'ka pas rrugë, edhe rruga Burrell, da bom 50 dishi, se s'ka pas gjada nej, ka qenë nej ka
mërdita, këne i ka lesha, ka loshe më urdzukut, po në më kam. Policë të kishim, mraba policë të dvalu, për më kam dhe me lotna. Teksa vazhdojmë të ecim rrugicave që lidhin kompleksin e kullave me shtëpinë e Markut, e cila tashmë nuk frumon për zgjalli. Franga bien mendimet e kohës, duke kundruar me kujdes gur e ferr, si të ringjallët edhe një herë gjithë kujtimet e fëmijërisë. Kujtimet marrin udhë që kur në vitin 1945, pas djegjes së kullave, pjesëtarët e familjes i marrin me forcë për t'i dërguar në kampin e internimit të Tepelen. Nëna saj e mbart në djep udhë pa udhë deri Milot, teksa një moment, siç na rrëfen Franga, nëna kishte quar në mendje të hidhej në ngreminin e thikt, por me sa duket epja për jetën e foshnjës ka qenë më fort se vujtja e një shtektimi të mundimshëm që do ta shoqëronin gjithë familjen. Ndaj ajo rezistoi për të na rrëfyer në ditët e sotme. Ndërkohë që marrim rrugën nga tale e Lezhës ku jeton Franga, kujtimet i çojmë pikërisht këtu e 80 vite më parë, në shtektimet biblike të atyre viteve duke biseduar rrugës me Nan Lokën Sojnike. Mi po ti e ke shpirtin në dy vene, se të shoh. Dy vene. Ke kullat. Dy vene të pastra. Ke pastra, që si thonë? Një dashamirësit pa me kina pas. E nëm katon. Po. Ishte halli se vazhajmë. Shenë pali që ka dhe në Tepelen. Ka qenë na jo në Tepelen. Ka qenë pia e preng ka qenë pushen e parë më lash për nglush në territ. 45-ën, nuk e di qa mosh e ke qenë 45-ën? 20 të mblim me 7 muaj 25. 25-ën jenë internuar të gjithë shpejet. E të kuptu. Po ty të pas në marrë një vjesh. Pra këtë rrugë... S'kam qenë asni vjesh nuk e qenë. Këtë rrugë që po bëjmë pra ne këtu, që ta kuptoni ju, se çfarë do të thotë internimi, sepse do e shohim dhe atje. Po thjesht të rrugë, se mirë tani që po bëjmë me Nan Lokën, jemi to bën kushte komode. Me ndonjë në atë kohë, një fëmijë, pra pa mush një vjeç, pra kjo ka qenë masakra më njerëzore. Sa këm pa lejon, sa ke pas leje. Dhe ti, pra, qysh se ka lind kjo, sa ka lind, ka shku në kampin e të mërshëm të Tepelenës. Marku e ka rrëfyer udhëtimin e vështirë dhe mbritjen në kampet e para në Berat e Turan, si dhe të merrin që përjetuan gjithë internuarit nëpër makina, duke psuar edhe një aksident. Gjatë rrugës, Franga her pas here shikon ana shkodrat që kalojnë radhazi për të parë vendin e quajtur Turan. Heshtja e saj flet më shumë se një histori e rrëfyer. E megjithatë në ndihmë të risjelljes së historisë së asaj kohe, na vjen sërish rrëfimi i Markut. Deri në Kruj. Me komion mos në nga atë në Berat, me komion, bile në Berat më kujtohet kur kina shku në Berat në makinë Këlqeres, se ishte makina Këlqeres kretë pluhun, edhe ishim bo kretë Këlqere. Marku ka kujtes të fortë dhe rrëfen shumë detaje, sidomos për shkruese. A ishte në njërin prej kamionëve që morën në rrugën e Salaris, pasi shpërngullën të internuarit nga Berati për t'i çuar në Turan, dhe e kujton mirë aksidentin e kamionit plot me të internuar ku vdiqët çifti Petrela nga Tirana, duke lënë pas 2 fëmijët e vegjël jetim. Më kujtohet për shem kur ina nis nga Berati në Tepelen, kanë thej qafër makina, kanë vdek burë e gru, e lanë 2 fëmijë, djalë e vajzë, mosh të mitun. Edhe ato vdek i kanë vëros në rrugë, edhe 2 fëmijët në ndërnim, pa non, pa babë. Marku e kujton mirë sfidën e foshnjëve të uritura që nga java në javë u dobësuan deri në skelete e nën pushtetin e urisë dhe sëmundjeve nisën të vdesin masivisht. Sipas tij, foshnja deri në 2 vjeç ishin si të dënuara me vdekje. Nënat nga uria nuk kishin qumësh gjiri. I vetmi ushqim për ta ishte buka e misrit dhe ajo e thatë që ata s'mund ta përtypnin. E pyes Markun se si a bënin nënat me foshnja dhe ai shpjegon. Kalamaj po të gazoj se vdeshin se e ama nuk ishte gjimu dha. Kanë lind fëmijë në internim. E ka ardhë disa veç, dikush ka dek, dikush ka ardhë të shpëja. A mëhet fëmija në djep në internim, a mëhet gruja 7 zonë në internim, a mëhet sa ka lind në internim, pra logaritë, se kësë qërë ka është.
merrte për shembull ajo nana, e ja përqapte bukën, çap, e sillte mgëjen, e merrte me gishte dhe ja kote. Në internim. Vesh njëra i si ka kalu ato vujt, vetëm nga uria, po të kalzoj, as kishim doktor, as kur gjonas, kishim mjekësi, kishim kërkun. Nuk i kishim veç policinë në port, atë, brigadën e sukrimit, këta i kishim të pelen, brigadën e sukrimit, po këtë në Turan, si thotë për në Turan, kina pas veç postën e policisë. Marku kujton se vala e epidemive e shndroi kampin e Turanit në një sken makabre, ku takimi me vdekjen nga java në javë nisi të konsideroj shpëtim prej Zotit. Ne, kur kina qenë Turan, po të kalzoj si ne s'kishe se qarë smunje me njofë, se ishin nga gjitha. Kemi mbërritur në Tepelen. Kampi i internimit është mu poshtë qytetit në një fushë të gjerë brilumit të Benqës. Tashmë në atë vend që kundrojmë nga lart, kanë mbetur vetëm rënojet e godinave, kapanoneve ku jetonin jetën skëter qindra të internuar. Franga ka ardhur foshin në këtë vend, ndërkohë që sekond pas sekonde mbështillet nga emocionet e kujtimeve të trishta. Një grua vendalije e kupton me njëherë se lokja vinte nga malësia, ndaj flet me shumë mirësi e dhimbje njëherë. Zemër ti ke ardhur për aty? Po, kjo Nëna çfarë vuan aty? Kjo nëna ka qenë asnjë vjeç nuk ka pas bërë. Ka qenë këtu. Asnjë vjeç kur e kanë sjellë në internim. Çfarë? Me gjithë familjen, pra nga 45-a. Vetëm 2 llafe kësaj. Me ishte me gjërat e qera, se polim katonashen e shkoshin për dronë të malit, e në mushin batë me do kishin normë, se sa në shu, të veshin për kitë tërkuzë, si mushin tërkuzën, veshin për kitë, për me dze ujtë, me nala rrobet në, që ata rrobet së të kishin. Nëna do shkoj për sëri atje? Po do shkoj, po do të kaloni me makinë. Edhe do ta mini kështu këtesë. Jo, ma hamendja se duhet ketë në një që televizat. Mos keni merak fare. Shumë faleminderit. Jeni të nderuar dhe të respektuar të bosha. Zemër. Se kam një unë, kam Ti jesh një jetë, ti jesh mirë. me sakrafica, po. Ka qenë koja për përgjësia. Bosha kur pa. Miru pafshin. Faleminderit Të vizoni jetën. Ndalesën e parë e bëjmë tek porta e hyrjes. Ajo ka mbetur me ndryshkun e kohës si një dëshmi historike e që për Frangën do të thotë shumë. Do të thotë shumë pasi te kjo portë kanë hyrë si të internuar, nëna saj dhe vete 6 motër me vllajin Marku. Kur ishte fëmijë nuk mund ta kapërcente këtë vend që ruhej me ushtar, edhe kur i drejtohemi hyrjes, duket se stepja ka mbetur si një gjësi e këtu e 70 ca viteve. Mua më bën përshtypje forca me të cilin ai rrëfen, duke i përtypur lotët që vinë natyrshëm si vegim i viteve të dhimbjes së madhe. Po më shef të jetë i shof në të vene, si këmë qenë mrena, si mere, të dek njerëzit, u vajtu, u bëshëm misliman e katolik, e dilte hoxha, i rëthoshim në gjurë. Besoj se ky tel ka mbet, që ma thanë të këtë gjatë ashtë i si? Ka qenë, Shive. Ja. Besoj se vetëm shky... po, gongjë, së gongjë. Po së gongjë, shkylloj teli, pra. Ky ka qenë me gjitha nej, kampi ka qenë i rëthu i gjithi me... Po, ishën nga mrena dhe ishën me dalë me horë manafera. Me horë manafera jashtë, si fëmijë që ishit, po. Po, ishë kam qenë me shkullë të vudën, e në më kati teli, këta, meshën. Po. Mushtire, e në, ai rojen. Jo, se ja po të u shohë, po, ishëm në hamë, të më thote nana pëse e shekë me dalë, ishte të marrë në mu. E në, kam bëtë, ishte si e tjertë, që misha vjetër si kishë. Garantohen arena. Ka pre fjet e flokët, nëna. Fije, s'kishte penjë. Fjet e flokët, gjithë për penjë gjelbanës. E ne, ma ka shetë. Me ta qetë. Me fije e flokët. Pra deri këtu.
Ndërkohë, fëmijë, të ti marrën fëmijë, njeriu marrën fëmijë, marrën men lojrat, marrën men kështu, normal që ju s'keni pas ku me luajt. Dhe dyta marrën men ushqimin. Ushqimi, ta kam pas bizelje. S'kishte patate sa me bronë. Po ato bizelet ku ti unej kalamojnë të blem, po, nuk du të dalin ëndra e keqe. Po. Ëndra e keqe. Do me thënë, nuk e keni fryrë barkun me bukë. Thuhet që këtu ka pas shumë vdekje fëmijësh. Vdekje pa mos. Që kanë vdek lidh dhe në hadip si avjerë. E kam pas në tenë ata, e kam gjetë naqe. Në gjallë ka qenë në martejnë në tenë. Po, ai që është kushkatu Si Qaf Valmeri në shkallë. I ka dek djali, e kanë bo ata gjepin, e bu një fjallë për se s'kishtë arke, s'kishtë. Pra, është varros së bashku me gjepin. E në Friends Bip Marku që kanë parë. Friends Bip Marku, kush ka qenë për aty? Kunata kanë qenë. Kunata, të dyja, po. Maj men, davën e Nikol Melysh. Davën e Nikol Melyshit? Po, se Melyshet kanë qenë. Po, kanë qenë. Ka qenë edhe Prenga, ka qenë dhe Doda, Lazën. Maj men, e vinë pak më vonë. Me nanën, ishte një fest. Po e dila në fali, që do të bëjmë se të shumë në kalamët. Në orë, nuk më shamë e ashtë e. Dhe jotë ka ndrujet para pak më. Së 3 mund, a i mes të një. Dhe aje ka përjetu ka folë. A i ishte maj mapë. Ka rëfyr gjanat cilët do t'i mbledh rëfimit dhe ati. Po, i ka kreti, ka mbledh, a i ishte para. Kurse, në kalat beratit, këtu e herë. Po, i herë këtu, po. Një kalama, për bjerë, tine. Telave, i dha tezja vetë një kilemel, si e maj men. I dha tezja vetë, i kërë pale ku kishte një tezë këtu, i dha i kilemelën e polici, atë fëmi e kanë lidhë për shtelë, e në kur ka qenë muzër fëmi e kanë pa lidhë, në një mrapa t'i po shuna, nuk lidhë. Pra gjithë ditën? E lidhën. Për një kilemel? Për një kilemel e kanë lidhë atë fëmi, si sëtë më kujtojë. Sepse, shiko ka një gjë dhe më thënë se një gjë e veçantë, unë deri tani kam ndjek shumë gjëra për kampin e internimit tonë në Pelen, po kanë rrëfyt në dhejtë. Kanë rrëfyt në dhejtë për dhejtë. Tani po rrëfen një fëmijë për fëmirin dhe për fëmijët, jo vetëm për vetën e vetë, po dhe për fëmijët e kampit, sepse gjëja më të mërshme që ka ndodhur në Europën e linjës, as në stepat ruse nuk ka ndodhur. Ka ndodhur se pikërisht këtu ka vdekjet më të shumta në fëmijë, për smurë e tjerë, por fakti që tregon kjo, mjafton ky fakt për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në këtë vend para kaq vitesh. Në shkolla shkoshi? S'kishe klasë parë, e kam bo kur kam dalë prit e Pelen, e kam bo shkollë. Po. Ka qenë të merë i kesh. E në tezja e tha nanës të Misho Kalamet. Si Misho Kalamet? Misho Kalamet për Misho. Po? I ka thënë, nuk, a i thotë, vesh unë të sënrej pa në hanë, ishën të dek, Kalamet të dek. Vesh unë të sënrej pa në hanë, nuk i ka thënë, a mund të rejsh pa në hanë. Kërkojmë gazermën me numrin 5, nuk di pse numrat më kujtojnë numërorët e Auschwitzit. E në fakt kujtesa për mes Markut i përngjas kohët e zeza diktatoriale. Pas zhvendosjes nga kampi Turanit, Marku dhe familja e tij jetuan për shumë kohë në kazermën numër 5 në kampin e Tepelenës. Kazerma 5 ishte fillimisht pa shtretër.
Të internuarit jetonin në kushte shumë të vështira, sidomos kur sapo u vendosën muajt e fundit të vitit 1949, kur bënte dhe kohë shumë e ftohtë. Përgjithsisht, flinin në dysheme dhe pa mbulesa, pasi pjesa dërmuese nuk ishte shtresa e mbulesa, nga që i kishin nxjerrë prej shtëpive pa i lejuar të merrnin asgjë me vete. Këtë fat pati edhe familja e Markut. Mas vrasjes Barduk Bib se erdhen sa dush. Ishte rrëthum tila, brigada sigurimit më tonë, policia ishte ke porta ka. Ni thoshin gazerma numër 5, po ishim qementet, se atje më të gazerma tjera ishin ato karvat të ushtrisë. Marku tregon se në kushtet e një urje të tmerrshme që zgjaste jo me javë e muaj, por me vite, fëmijët e këtij kampi internimi bënin gjithçka për të gjetur një mënyrë për të thyer urinë. Herë kam pas bon se ishte i li ferë, e në lisi burde e kam bëhon lënë. I hashëm une në uqoshëm në tjerëve, se në dilëshim ka herë më përdelat, më thënë drejtë. Po njëra i si ka qullu keshë. Marku kaloi vitet më të vështira të jetës. Ai jetoi në atë kamp bashkë me nënën, 6 motrat e tij, gjyshin dhe gjyshen dhe një xhaxha i cili nuk mundi të kthehej gjallë prej andej. Ai ende sot nuk ka një varr. Unë kam pas 6 motra, kam pas 2 pleshte vjetër gjishen, nanën, agjen, nusën e agjës, më thënë kam pas. Ai agja nuk ishte fëmijë, po ai disha atje, o vëros atje, gruja me si erë, s'kishte ku më ne, ai ku kërë për vetë, edhe jo ka vdek. Marku me 5 motrat e tij u liruan nga internimi njëri pas tjetrit, sipas vendimeve që vinin në kamp për lirimin e të internuarve. Dita e lirimit të tij ishte një ndërthurje e gëzimit me dëshpërimin. Ditën kur jam liru pri të plene, unë jam liru vetë, e më kanë mbaj nanën me gjithë fëmijën e vogël, vajzën e vogël mrapa. Edhe nuk veç ishim me 2 pleshte e vjetër, e në agjën, dhe më thënë si kishim atje, dhe më thënë si ata dishim më të keshim se ishim të hek pa nanë, kështë për jelë. Jemi futur të kazermët cilës tashmë i kanë betur skeletet e murave të rënura. Franga rrëfen përmes vegimeve që nuk shqitën qas pas qasi. Këtu mblidhen kujtimet e saj, vete 6 motër me nanën dhe vllai Marku, kaluan merret e këtij kampi internimi. Unë i maj men vetëm reshti, a i të kuptohë, një resht. Sa kishim tezën e kishim njerëzit si u njefshim, si mund na bëhet një atë, a i të kuptohë se ishin burra, ishin burra gjakrit një internim. Mile sa merte shtu, sa merte atë që, ishin qërë reshti që, reshti. Po që kishe, të kishi kërvatët? Po s'kishe kërvatë që dresh kërvati, veç të fletë familjerisht, një fjallë kalamajt reshtë si derga. Një pastavek mene, një gjanë si ja kështë shurë dikush. E shtroshin, e u vloshin me pastavek që i kanë bavë. Bon, gjatë pëntore që i kanë atë, pastavek në e këmenë, s'ku me e marrë, me e bile. Në mos i kam dalë që se në ishën gjithë kretë zhonat, në mos i kemi dalë pri të perene, se ishën gjithë kretë. Po? Si ishin djekë? Gjithë shpajete, gjithë malli, zhonja, kretë. Atje? Po, në kur kemi në votë kë shpaja, kishim në halë bëllë, që ime një pull të vjetër si ka në parë. Pa kur kini shku atje? Pa kur kina vëtë. Pa nga internimi që kini shku atje, zë gjanë kini gjithë në atje të shkërmumë. Atë shkërmumë. Pra u ashtë desht me ba internimin këtu normal, po internim në atje pa gjanë, pa zjanë mas shpirti. Ndërsa bisedojmë më tej në afërsitë lumit rrëmbyer edhe Marianin, një ish i internuar që mundohet sadopak ta mbajt vizitueshëm të vend, Nana Franga kërkon se ku mund të jenë varret e të vdekurve, sidomos fëmijëve. Asnjë shenjë nuk ka në gjithë të hapësirë të heshtur rënojash. Afrohemi tek lumi ku Ariani ngul këmbë se edhe varret janë zhdukur prej këtij vendi, ndaj qëllimisht janë vënë afër brekut të atij që asakohet. Thash kjo, më thuj dhe i herë, Nana Franga, çfarë ka ndodhur? Ka vdek vllai i babës, Gjin pa Luksani, ka qenë vllai i babës. Ka vdek në të këven,
Po, atje. Varros. Është varros dikun. Është varros dikun. Po. Në Balen, ku të ka një shishe, emnin mrena, Po, shishe edhe tapë. Po. Qëta se e kanë maj ato si, e kanë gjetë, do të dinë nëse ku e kanë bru prapë. Edhe se ku është qu. Po sepse mendojnë që varret kanë qenë dikun këtu dhe janë kanë pas shenjë. Tjetër kush ka vdek tjetër? Motra e nanës. Motra e nanës. Po. Prena kyll preshë. Po. Edhe ajo ka vdek po këtu. Ka vdek, e ka fut nëna e në tokët një herë, e ka dalur një parat meshit, me i kanë qenë një varros. E qartë, pra jetë dy persona të familjes tonë pa varre. Si nuk i dimbu. Arjan, në perceptimin tanë ose nga sa ke dëgjuar ose gjithçka se ti e njeh mirë tani këtë. A mendon që në këtë pjesën këtu mund të jetë bën varr kolektiv? Po, varri kolektiv thirret për këtu. Buze bënçës. A kanë bën gjon kështu si mi pas mi Po, pa disa vjetësh aty skrepi ka gëmuar skrepi te kjo porta e Gjitonit. Ka gëmuar. Dhe aty kanë dalë kohë ekstra njerëzish. Po para 12 vjetësh. Unë kam vllajën këtu në shtëpi, dhe unë do të rastësisht. Aty kanë dalë ekstra njerëzish. Unë do t'i bëj një apel Agron Hoxhën, që e kam mik, që është në Institutin e Përndjekëve Politik. Ajo që po bëhet në Shpalë, unë mendoj që duhet hapet edhe në vende të tjera, duke krijuar vende të konservuara për gjetjen e eshtrave, pak sipas metodave analitike që ka të bëjë me analizat ADN-s e tjera me radhë. Unë mendoj që Tep Elena ka nevojë për sjellë të vërtetën e fakteve që kanë ndodhur. Kur ecim kryqe tërthor mjediseve të atyshme, në mendje na vjen pyetja. Po kur ti ky brez si Nana Frangës, kush do t'i rrëfejë ngjarjet e tmerrshme të këtij vendi? Është një pyetje e madhe. Pse? Pse është lënë ky vend pa kthyer në një muze dinjitos? Nuk ka as foto, as filmime në kohët e internimeve. Nga të paktat kanë mbetur skisat e Zef Përvizit, i internuar dhe ai me familje këtu, ku shrin të një dere me Nana Frangën. Në rrëfimet e tij, ai ka përmendur një fakt rënditës për familjen e madhe, kalvarin në përburgje e internimit. Bilanci i tragjedisë që regjimi shkaktoi mbi ta është i frikshëm. Viktimat e Tepelens, ta thash pak më para, nusja kushëririt parë, 29 vjeqe me gjithë fëmijë, vajzë vdiqen në Tepelen. Agja i Markut, 33 vjeç, Gjin Palgjini, të i bajt drun e Korris, vdiq në Tepelen. Nana Preng Përvizit, të generalit, vdiq në Tepelen, sa është pjesë e familjes tonë dhe vdiq në Tepelen. Të 4 janë pavarë, atje. 6 kanë dek në Rati, pavarë, pra kemi 11 pavarë. Pavarë, si familja e Gjin Pjetër Përvizit, dhe kemi 628 vjetë burg e internim me shifër matematike. Kjo është kusuri i diktaturës. Mbi familjet e ndershme. Cila është arsyeja? Gjatë gjithë historisë kemi qenë në luftë me diktaturat. S'jemi pajtuar ndonjëherë me diktaturat. As me osmanizmin, as me komunizmin. 1948, 1950 thot varret. 48-50 këtu. Po të marrim gjithë kjo është skema, Po. Te ka paraqitur Lek Previzi dhe Lek Previzi ka qenë këtu unë. Po, Lek Previzi është një shtëpi me shtëpi me këtë. Kanë qenë kryetar komune 2 mandat. Ashtu ë? Dhe këtu për herë të parë kanë sjell ambasadorin gjerman në Tiranë, Helmut Hoffmann. Po. Kur kemi ardhur bashkë me atë dhe ka qenë dhe Lek Previzi. Varreza këtu ishte aty ku ishim ne, te lumë. Këtu ka qenë vendosja, paka shumë, po mirë është forcohet kjo si këtu ka qenë vendosja e kambi internimit të Pelenës numër 6, funksionoi nga maj 49 deri në fund të vitit. Kambi përket tipologjisë kamët përqendrimit rrethuar me tela me gjëma, siç e pam dhe ruaj me rojet armatose. Të internuar ishin moshur gra e fëmijë familjarë të kundërshtarëve të pushtetit komunist dhe të taratisërve, në kushtet mbjetjes vetëm me veshjet e trupit internuar kryen edhe punë trajnë në përshkrimin e rojeve. Në kamët e Pelenës u internuan rreth 1500 familje, 3380 vet, 1254 gra, 963 burra, dhe ajo që është e jashtëzakonshme dhe makabër është 1163 fëmijë.
Vitet 49-50 kam pati shumë vdekje për shkak të dizenterisë. Tetor 1950, dhjetor 1950 vdiqën 285.000 nga dizenteria. Qeveria SBA-s në vitin 1955 e përmeni kam të Pelenës në BB, në ankesën e saj për shkeljet drejtat njeriut në Shqipëri dhe për përdorimin e punës detyrore si mjet ndëshkimi. Dhe këtu është edhe në anglisht, do një farë një sinjalistik e vogël, po atje shkruar diçka, po unë mendoj se do të jetë shumë më mirë. Dhe këtu jam me mikun tu, se në 2018 nga shkolla. Në 2018, po, me hapin arkiv për të kryesor dhe publikuar në dëshmitë e vjeturve, po, etj. Tu kam qenë unë, ambasadori gjerman Helmut Hoffmann, lek previzje dhe ky ishte i shoqatës gjermane, i Holokausti, përfaqësuesi i Holokausti. Që do thotë, lega, domethënë pak a shumë lega ka dhënë një kontribut. Pamje dhe Komiti Internimi numër 6 të Pelen, 4953, që janë këtu, skice realizuar nga lek përvizi i mbijetuar. Se lega ja ka pasën skicave, unë kam pa dhe një revistë që ka bërë jashtë lega, ka qenë jashtë, nuk e di, në Belgjika. Lega është jashtë, akoma. Edhe e di dhe legës në Francë. Unë du ta falenderoj se legën e kam taku dhe kam lexuar dhe revistën e tij Kuqezim duhet, në atë kohë. Edhe ta falenderoj edhe për këto, për këtë skicim. Spaku ka një shenjë që njeriu orientohet sa do pak. Çdo bënim këtu. Tu është pamja mban të gjitha, po, absolutisht. Pamja brendshme ku qëndronin 10 familje, skicë realizuar po nga lega, ja ku janë. Forma se si jetonin. Si jetonin, na i shpjegoj. Ajo atje, po, na i shpjegoj Nona Franga. Më pas me Nën Frangën kalojmë në proborin e gjerë të ish-kampit. Sa kujtime, sa dhimbje mbartë ky vend. Një oqean lotësh i krijuar rreth e qark nga nënat që erdhën me vegjët e tyre, apo ato që linen kërthin këtu, e që shumë prej tyre për shkak të kurseve njerëzore, qumshit të munguar të gjirit, e smunjeve të rënda, u detyruan t'i varrosin këtu në vendin pavar. Nën Franga edhe pse nuk don ta likështoj veten nga kujtimet, sërish dhimbja është aty. Dhimbje që broth ta gris perden e misht të gjoksit e të përtas në kup qielli. Nëna saj duke sigurisht rikthyer këtu 80 vite në këtë vend të nemon, për t'i dhënë gjirin e munguar, një filxhan ujë, një filxhan, sa për t'i njohur buzët voglushës. Lotët sërish pikojnë, ani pse aq të fshehur, sepse Nana Frangës nuk i pëlqen likështimi. Gjithçka e mban thellë, honeve të shpirtit të saj të butë. Jemi rikthyer te kullat e moshme të Gjinpjetrit për të rikujtuar ardhen nga Tepelena dhe jetën e vajzërisë Nona Frangës. Ajo na tregon shumë gjëra. Lufta për rimkëmbjen e familjes së mbetur dhe lufta e biografisë që i ndiqte hap pas hapi. Duke qenë një familje me emër, e kërkojnë nga një familje po me emër për ta bërë nuse të kullës së përmendur të Llesh Prenglushës në malejt Mirditës. Por, edhe pasi kanë rënë në ujdinë e miqësive, një sag tjetër me rrudh, ajo për prishin e kësaj fejese, por as dhe njëra derë, fjalës së dhënë nuk i bishnon, por i mbahen besës si qëmoti në kullat me trashëgimi fisnikesh. Pranojnë burgun politik, por kur prishin e kësaj miqësie. Nona Franga e rrëfen me urtinë e saj idilike. A e mban mend ti e të ma shpjegosh pak si është puna fejesës tane? Mene mojt, ka vihrim, më ka fiju, ka pas në Llesh më ka unë me veti, vlajnë e nënës teme. Vlajnë e nënës? Po. Po? Ka qenë në nepi në respirit në. E më kanë përru shenë, unë ose shame, e në kanë shku më punë vetë. Kjo është martu në tenë, ke Llesh Lusha. Po, ke Llesh Prenglusha. Llesh Prenglusha, një emër i njohur. Ka qenë në mëra e Elgjinit, Gjuja Hoqës, ka qenë në ajo në Tepelen. Po. Ka qenë për kushena me vehrin tem. Për kushena, do më pranej që ka bëhë kjo nërhyrja kështu, por edhe ajo ishë një internim. Bip Prengdoda e ka pas motër. Po. Unë i kam pasër marë, a që i kam pasër babrota. Se e kam pas më shpej ata. Ashtu, atje, e? Më shpej që. Laja saj s'ka pas gjallë, i ka pa dek gjalli, ka pas 3 coca,
Këto kanë qenë 3 vllazën. Zef Prenga, vlla i parë, vlla Shprenga, Bardhak Prenga, po vinë 3 policë. L'alkola ndodhi atë. Vinë 3 policë. Ndoshta ne nuk e dini ju të rit. Po mirë, për ne kam thirrur. Është sakt. Kur ai thu ti mësojmë na, mësojmë në të rit, ha. Edhe vinë 3 policë. Po prit, vinë 3 policë, për çfarë vinë ata? Vinë 3 policë, e në unë kes në botë stanit, që e kështë për njëllë pa gjeqë. Po. O në gjyshe, thash janë të arë 3 policë, jo, tha, shafin të bënë policë s'ka mundë. Gjilë tha, mi hoshen, kullat tha mi dojën, po sa pa merë në l'alkohol atëherë i shkreti, me hek në ata ishte puna. E në të grantojmë deri ka deka jashtë, ma vete me një reshim me krej ullë se i kam fajon. A i të kuptoj ishte i gjëmaron. Se? Se u e në erë në të polisë. A, të këtu ma lidhë, ha? Erë në polisë. Thanë të i kulpal gjipetri. Kulpali. Pa. Unë. Të i tha. E ke edhe në socën tha. Këlla shpënglushe. Pra se ja kështë dhënë lafin leshë. Kështë maru. Kush? Aj? Kjo historia. Aj s'ka qenë hishtë no. L'alkohol e shkreti. Po. Ishte dhënë fjale. Ishte dhënë fjale, pra për ty. Ishte dhënë fjale, për mu. Ishte dhënë leshit. Kishte pru unaze, kështë gjana, kështë shamea, kështë po, okej. Dhe vinë këta tani dhe i pysin këte? E në vinë të, kurse vinë në heme. Ishiti me pru dhe marë qumë shte në ma. Tu, shëtë këndar me bëmë të policë të. Marë këllpalën. Këllpalën të nana. Me marë, thot në shki ka pështu këtë. Thot vishon. Vishon hekret, nana ime. Thot nana jote? Vetëm unë hekret. 98 vjeqë është intervistu nana. Dila ka pas? Dila nuk ka desht nanën. Shohim pak. Nana nuk ka desht me se në me prezekutu, e të kuptu, të shte, e në me pështu. Në lëllkulla dil, nuk bëhet fjallë, s'ke për të bëhet, të bëllë ke bëhet internime, ke bëhet burqë, tha. Të vetëm unë. E në, të shte, ndash në ricocën. I thanë, kollës. Kam qenë unë atë e po. Tjetër, atë. Shto rëfime nga dohen, po. Gjishja dek. Ashtu, dhe i thotë shu. Ndash hekrat, i kanë thënë. Ndash në ricocën. Ndash në ricocën e në pështo. Jo, për zotin ka thënë. Për zotin, unë cocën, shpejs, lësh për nglush, cocën nuk janë alë. Se jina prapë mish, kemi qenë mish ma për para. Se ka qenë marra gjipalit. Ka qenë bijat e. E në lëllkullën e kanë në 3 vjetë. 3 vjetë vetëm se nuk pranoj me prish vjesën e kësaj burneshe. E ne kanë ka lash për nglush në që. Po, i kanë shku dhe leshit atje? Oh! Na ti i thanë se pse? Leshin. Po, na ti i thanë me prish, na ti i thanë me prish. Ka pas një djarëm, ka pas të vlanë, i ka dek i vlaj, e një pas apam shefarëm, nuk e ka ditë naj se kuj kam, se kuj kalën. Vishë pëlle kush e ka ditë të shpejs, pëlle kush, s'di gjanë, dhe gjithë shpejs, i ka pas shok një fjallë, e në këshin ka pa ta, e armë bashkë. Po, edhe ta një e vunën presion. E në kita, për gjallit e kanë me nëllë, me më shu mu. Me të shu ty? Nga pa i dulë në armë. Dëmë ti ishe nuse ke leshi nusja e në kollit, apo? Po, si ishë më bo nuse, unë ishë kret jam mu. Po nuse su, bone mrapa nuse. Ishë më fiju. Ishe fiju me pra, po me një kollit, apo? 24 jam martë u.
19 vjeç që kam ba maj, një fjallë, kam shkonose me 8 tetor. Si u martohëm, po këtë di bon burë, që ata 9-6 vjetë, vjehrin dëmë. E këta 3 vjetë, e kanë nej... Pare herë, shko, 9 vjetë kanë bo për këte. Kërë Palgjini, se ka pasi shesh më të merë më shto venet tonë, as lësh për nglusha që ku... Adje, bravo. A ke qenë në knoqër, më trego drejt. Unë? A ke qenë në knoqër? Ardhë nga një shpi rodi e fort, edhe shku një shpi rodi, vetëm se ishim se më kishte bo burgj agja... Po mirë, dakor, po fakti që ti ishe në 2 shpije që shkove këshu, pavarësisht vujtjeve. Kjo është rëndësishme, njeriu, shiko, njeriu rrinë për trashëgimin, për gjëra do i marrë, ti pra ne, ti a kishe qef përse me përshvejesën, më trego drejt. Kur, ha? Mos e fol. Një moment jemi pritur nga familja e kushririt të saj Zefit, në një drek si dikur që motit, dhe ja shtrojmë muhabetit për kohët e shkura, si funksiononte familja madhe, duke hyrë edhe në detajet e martesës së Nana Frangës. Por lidheshin 2 miqësi të forta, dhe kjo me sa duket ka përbërë ringritjen shpirtërore edhe të Nana Frangës për te kalvarit të internimit. Një familje me emër, po e priste në tenë të maleve të Mirditës. Në mbrëmje vonë, pas udhëtimit në për këto stacione udhëpërshkrimesh, nisemi edhe ne për tenë, tek shtëpia ku ajo ka kaluar jetën si nuse e kësaj dere. Na kanë rrëfyer fjalë më të mira gjatë tyre kohëve për fisnikën e maleve, bien e kullës së Gjinpjetrit, nusën e djalit të burrit të urtë e të mençur të tenës Llesh Prenglusha. Ai rrëfen me shumë emocion. Gjithçka ka kaluar në këtë derë me njerëz të besës e të punës, duke krijuar me Nikollën familjen e saj të madhe me 3 djem e 3 vajza. O në malaj po ushton, kalaja e te utës, po e përcjell kënga djalin e Prenglushës. Qiftelin lanë od, armët pas kanë gjesh, sula e bardhi pas ka hije, na ganti në brez, na ganti në brez. Vjen në kohë por si erë, në kalatët e utës, si flamur shqipe dy krena e si fladi fushës. Në këtë utë parve të mi, jam shtegëtari dritës, jam shqiptar Llesh Lusha më thonë, biri i Mirditës, biri i Mirditës. Mirë, shiko tani këtu unë jam me Nanën Frang, edhe kemi arë tani në darkë vonë, se i kemi ra gogja, largë, kemi shtektu gogja sot, edhe kemi arë këtu në tenë, tenë male. Tenë male, kesh kooperative bashkume. Kooperative, po, ashtu, tani, këtu imi ke shpia e... Llesh Lusha. Po, në Llesh, pra burrijat. Po, burrijat, ashtu. Por nërkohë kjo shpia e vjetër, ka qenë shpia... E Llesh Prenglush. E Llesh Prenglush. E Llesh Prenglush, po. Ka qenë para. Po. Lelzefi,
Shpeja Zepë Lush, e Leshpë Lush, e Bardaklush. E Bardaklush. E Biblush. E Biblush, edhe Biblush. Okej. Tani, ne ishim skurej, ke kulla e vjetër e Gjin Pjetrit. Edhe ishim bashkë e veni ku ti ke dal nuse. Apo? Tani më tregove pak historinë, kur ke dal nuse në atë kohë, dhe e njës me krush, me kal, me njërën e tjetën, nuk ke pranu, jo ti, po s'kan pranu dhe njës e tujt shpis atje për me prish fejesën. Dhe dy burra përfunohën burg politik se nuk pranu me prish fejesën. Ashtu, a mon men kur ke arë këtu të kull, kur ke arë nuse? Kull Polgji Petri, është em, e në Leshpë Lusha për gjallin e vetë, një fjalë, unë nuk e lojnë cotën shpes Gjin Petrit, ka thënë Leshpë Lusha, e në kull Pali, ka thënë unë Bajbuq, e në cotën nuk janë alë për djallit Leshpë Lusha. Tani, dhe erdhe këtu, pra edhe nuse, prej atje erdhe këtu. Në moment që ke arë këtu, dasma jota, a që dasma e madhe? Dasma eme, unë ka marrë ditën e shtonë. Ditën e shtonë? Jo djelen? Se qenë shkurtohë dasmë, ishte vesh ideal. Rëbë ishin, kanë qenë 30 rëbë bashkë, ishin me bëjë dasmë. Madhe, nuk për mos e prish regullën se një fjalë mos me ushte dasma, ka marrë ditën e shtonë e djelen, në thonë a këshet, si thonë të që kanë qënë të përzijë, se s'kem pas atë herë guzhinë. Po normal? 3 ditë. 3 ditë? 3 ditë dasëm. Pra është bon dasëm e madhe për ty. A u bon se ishe nuse e mirë shumë, a u bon se ishe vishe edhe nga një kull e madhe? Shpijat mirë. A shesi që kanë gjithë dasmat dikur, pra dhe për shpijat mirë, pa normal. Ne për shpijat. Të dyat lajë. Në ra me herë të dive, si jetonë mirë. Ashtu, tani, qëfar ke pati ke Leshpë Lusha? Se Leshpë Lushën, sa keni net ju? A keni net bashkë familja? Familja madhe keni net? Ja, pak përa se ka marrë nëse unë, ka pa dalë dhe Zefira, vlaj, para në zalë. Kara poshtë, po? Bardhoku, ma biba ka nime mu vardimisht nuk ka nime... Biba është vjerri? Jo, biba kusheni. Ashtë kusheni? Po Pietri Nepi, e Bardhoku, e kemi qenë bashkë, në ato kanë ardhë vishin, kur ishim fest. Thoshe 7 par dazimento, kur kaloshin mishtë, se është një lagje e madhe për te, lashe, si thonë. E në këmi poshtë, ka qenë, ka thoni, thoshin posa dazmë shkëshpej. Pra, kur kishi festa, ashtë mirë kaloshin. Po, qëtër here, një fjallë, si vishin për i zalit, e boshin ahin tu, dhe mos për vitri, e për dita gzimi, shështo, vishin e boshin dare këtu, këtë. Në masimi da, të vishin, i preqim me dashamirësi. Me dashamirësi, dhe më ju ishi shpi buke. Leshpë Lusha, shpi buke. Për zëtë thoshe se kur vite ne patë thoshin si mi për dashin, të e u preqin mirë, po i dilshin të nësë si mu për dashin. Që asë burnie kanë pas, kanë pasër troshke, dejtose, bacën e kanë pasër për me këno. Baca cili baca? Bardhoku. Bardhoku, këno dhe Bardhoku? Ta shoshin troshke. Shqipe. Këshu i kangës. Po, Pietri Lusha, Nepi, në ki kënoshin të po dhe Pietri ka kënu, me shifte lijen dhe këshu, i pa Pietri. E në i vjetër të. Po, e kam pa. Njerë s'ka se kem pa kalu. Një familje po që ti je ndjerë mirë. Shiko. Borat rëshin shpejt borave, gjërat, ne, keshim njëherë sofrën e kalamajve, ma një borave, 3 sofra do të keshim. 3 sofra? Kishin kalamaj. Kalamaj shumë? Po. Gjdo vak, 3 sofra. Shpia e madhe. Një fjallë. Po ty nuk të bënde shumë për shtypje, se shpia e madhe atje, shpia e madhe këtu. Më absolutisht. Ja, unë
Unë ishim e në këto, bile bëllë më kanë parës, thoshim se e në të më respektu. To është shumë. Hajde kupto, si ishte lashka i usha, por ishte shush këto. Me e kanë qenë gjithë me e për zëtën, e në lenzeti, e në baca, i heshmë bardoku. Po? Kanë qenë të heshme, kanë qenë të regullt. Si të konsideroshin ty që ti që vije nga dera e madhe e Gjim Pjetrit? Qa ta është si nuse? Një respekt. Se ti ke qenë dhe nuse e bukur, se që si je? Ja. A, qysh jo? Ja, si ishim kërkona, thoshim se kanë respekto. Ja. Po që si je ti, edhe sot që si je, mashallah. E, kena kalu merë shumë. Shiko, a ke thënë me vete vujtjen që kam pas fëmi, ki parasysh, fëmi një ndërnim. Po, se përmendshin fare. Nuk e përmendshe fare. Po, a ke thënë që Zoti sheh, edhe në fundit ti erdhi një familje të mirë, linde fëmijë, sa fëmijë keni? 6 kalamaj. 6 kalamaj. 3 meca, 3 coca. Që më thanë, Lelina është e para, Lejtani, Mariani, Flora, Valentini, Kristina. Bravo. Je kënaqur me familjen që ti ke lind rrit këto. Të drejtën nuk më kanë përshefin në njëmësit. Zëtë shtu ka qenë bëri, punoshin, në shki drejtani ka pa punu bëllë. Kur zëtën në lamë. Bravo. Njerës punëtor. Shiko, atë futna pak mrena, se a di që du me pas, du të shof, du me thënë, du të shof Keo Gjaku sot, se ju nuk rini këtu ma. Ju vetëm vini e mblidhi për festa më duket, Për festa, po, vini. Për festa vini e mblidhi. Therim bijat, të lelbibs, botën e burit, sotat mija, nepat, vini e mblidhi ma shtëm. Edhe kënaqshme. Du me pa tani, atje Keo Gjaku, ke kryetor Gjakut, qa keni bon, ka keni lanë atë, se e di që më kanë thanë që ti ma një herë... Bisedën e vazhdojmë edhe brenda shtëpi. Edhe pse gjindja e shtëpisë tashmë ka lëvizur, siç ka ndodhur gjithandej me fshatrat tona, por këtu sërish vatra mbahet e ndezur sa herë kthehen për gëzime e festa, vlezër, nipa e mbesë. Në balë të Gjakut janë disa foto dhe relike që janë ndezën kujtimet edhe në Nana Frangës, teksa na rrëfën më tej. Nana Franga, jemi fut ke kjo dhoma këtu, kjo ka thënë që janë dhoma pritjes, ha? Po. Dhoma pritjes. Dhoma pritjes, kanë të me bura. Dheshëm na për bëhë hizmetën. Kur rrite Leshi? Po. Rrite Nana të Gjakut? Kiste takomet e kafes? Po. Në ishte ana, në ishte ka qenë dalabi. Po, dalabi atje? Po, me kur ishte detën si kishte. Kafe. Po më duket se ky, nuk e di, a ka shërbysh ky? Ha? Ky që ka... Mirë, sa kafe ti ka... Se shiko tani, ju shpi pritse. A e këto, shpi pritse, shpi e madhe, imagine, dhe ajo që konsumoj më shumë ka qenë kafja. Po, e thote vetë, po. Si thote? Në shprenga, kur vite, kush, ishte për të ta kafen, një prom të shonë të ne pishte vetë. E pishte vetë? Lë shprenga? Po, me shpërdama, Ka burri urte, ja? Burri, shumë burri urte, burri sut. Edhe lë shprenga, se shiko që... Se s'ka pas shkine vetë. Shiko kimi lë shprenga, që t'ja u tregoj qik, ja. Lë shpreng lushe. Ja ku është. Ja, ky burr është guri i themelit. Guri i themelit i shtëpisë lusheve. Ashtu. Tani, bukur. Shiko tash çka kemi këtu. Se tash i herë ti, edhe pse nuk rini këtu, ti çka ke bën? Merita ti ja njeh vëlla shpreng lushës, normal, sa është guri Iranit, Carani, tamam Carani kullës, por njëkohësisht ti ke në balë të Gjakut ke atë foton e bashkëshortit tanë. Nikolas, ashtu, kam qef... Kalamajt e vetë atë? Po mi, kalamajt e vetë, po tani ke qef ti me qenë këtu, a ke qef që tjetë të ngë? Po në balë të Gjakut, a ke qef që tjetë? Por unë du që ti të më thush mu,
S'ka gjë, më thush sa llafe tani ja ky është bashorti. Po. Nikola. Ashtu. Nikola sa vite ka që ka ndru jetë? 9 vite. Ka po punoj herë minjerit për Leshit. Po. Masa një gjume hidraulik, po. Se e mbaj menun të komunalja. Në shenë më një hidrauliki. Si ke kalu me Nikollën? Po zotën. Ha. Po zotën, jashtëzakonisht mirë. Jashtëzakonisht mirë? Po. Një respekt, pa. Kishi respekt reciprok? Kishim gjithë, për të thënë, të respekt shumë. Për veti, kanë qenë të gjithë të respektu. Të kam vure që ti do më fletë me shumë konsiderat për gjithë trongun e familjes. Edhe... E në në gjatë e fejsit. Shkoshim, punoshim, ullëshim me harbu, se s'kishim së gjanash, ne shtroshim në gjanë, e si ishte ma e vetra, date të ushtimet, të eshim bukën shtonë, mes pasaj gazetë sa shame e se fishit, ne hoshim si me gjanë botra, bile. Gjitha, por një kemi shpërdami, shpërdau pona një vend që kemi qëtër, jashtëzakonisht mirë. Ashtë edhe Gjin Pjetri? Po. Ja. Gjin Pjetër Mark Përvizi Skurajve, Milot 28 nëntor 1912, kur është ngrit flamuri. Po. Atje. Ja, ky është Gjin Pjetri. Po. Kështu që kjo kull ka përbashku dy figura shumë të rëndësishme, por dhe 2 burra për qenë tamam dhe ku ti ke pas fatin me lind atje, edhe më martu këtu. Po, kanë qenë misë në përpara, një fjallë për një lashtusha dhe këto, kanë qenë misë shku meret. Mirë, shiko tani, do më thush edhe i gjanë, kam i pyetje shumë të rëndësishme. Çfarë ka qenë malet për ty dhe si e ke kalu me fshatarët e këtonshët? Me gratë, me gjithë, në brigadën, si ke kalu? Po, të garantohem si. Unë më ka rapona, në më njoft njerëzit të rapona, si nuk kam do, a mish, a shamos, si me qenë tjodhën, këlle mojve mi gjithë njësoj, sikur këtë katonit, kretë shosheve njerëzit, pa s'kam pas as i presi për kërkan, as njerëzit për më. Ashtu? Ja, absolutisht. Edhe të kanë dash njerëzit, se më kanë vore që... Me sa më kara mua bedi, gjatë kohës që unë kam thënë këtë lafin që shkujem të bo diqka me Nëna Frangën, edhe më kanë thënë, ok, jetu bo me njërivën e duhur. Më kanë thënë dhe ajo zona atje në Skuraj, por edhe këto në mshat. Di se pra... Gjitha ne, i kam po gjitha ne. Si kam qenë në talem, vinë, kërët, si kam në ru venë që shto, pri kalam pri shkollës, vinë, po, nënë dhe kokra vo, kalamojve, vo gjime, vite ka qenë to anë drita, anë i pa kalamaj të resht, hajde më mrenë, mërë tha... Ishim bledh këtë kalamajt e zonës atje? Vinë kalamaj, vinë për fest, vinë për pashk, kalamaj bijash, kalamaj nepash, nuk di se si me thënë. A knaqesh duke pas ka shumë nipa? Sa kje nipa e mbesa? Susa e kretë 15. Edhe je knaqur, shiko, ka një gjëse, ne nisëm bashk, ne nisëm bashkë... Në stërgjishë një cuta gjallit kësaj. Po? Më ka stërgjishë mu. Cuta gjallit të vajzës, gjellinës. Ato e ti bjën telefonit. E ne mos ma hish zanin ma le këtu. Përgjigju. Ashtë Marja. Përgjigju. Që si i bjën telefonit saj mos. Hello? Te Marja një, për jam pak zanë. Se a je merë? Merë, pra, merë qofshë. Për i ka e merë Marjani? Është në talje? Male ina. Po, për zotën. Nuk i maru Marjan hala, tu maru jemi. Mirë, pra, për efekt, pra, mos ma quj për se folim më një kur të kina vakë.
Shneti, natë e merë. Shire, a të marrin shumë në telefon? Në ditë? Marrin mja. Sinqerisht më thuaj. Kush marrin më shumë? Me dritani herë. Dritani? Kjo nuk shko Gjelina, po Gjelina Diaz, Gjelina. Me bëmës me... marrin gjithë? Me bëmës me mami vitë. Edhe jashterit marrin jashtë? Po. Vish kaj herë s'kam në vak mu përgjith, vish ku të uli me ka bej marrë ka bej marrë vetë, me një ku të kemë vak. S'ke vak të një, nuk i të po punë të kooperativës, madhi. Po të shtesh të kalamaj, në munesh buk, në mi prejtë kur të vinë mi për cilë në rotjet, vinë nërë një, hanë buk, shkën prapë ke kursi, vinë prapë, mu kanë atë. Shko, sa është shumë e burë, se në këtë vend, më tha i gjë, më tha dhe Dritani, më tha dhe Gjelina, Vajza, po dhe tjerë më kanë thënë, ti po ashtu më ke thënë, domethënë që në këtë vend më lidheni kaq shumë njerëz në përfesa. Me vajzat, me fëmijët e tyre, me djemt, me çfarë jeni domethënë trungu jot. Dhe kur i shef këtu bash, kaq shumë njerëz. Nësi është. Është nësi vërtet, por mu më bëni përshtypje dhe i gjatë që thu që asnjëherë vujtjet tuaja nuk ja u rrëfen. Asnjëherë, Kjo më ka bërë shumë përshtypje. Se shakën ne i pishtu. Po. Si vetëm shakën ne i priqeve se unë thanë kur për më uhini. Por ka një gjë, cila mendon ti kush është Zoti që vën disa baraspesha të forta në jetën e njeriu. Mu përgjigj saktësisht për këtë gjë, sepse të mendojmë një shtëpi tani e madhe. Një shtëpi e madhe. Ndërkohë që një shtëpi e madhe që këtu në rastin që i mbledh bash pika kryesore rreth cilës vërtitën, kur ti 9 muajsh ke shku në Tepelen në internim. Dhe a thu ndonjëherë, a jam unë ajo, ai fëmia që kam qenë në kampin e internimit në Tepelen dhe sot kam rreth vetes kaq njerëz, kam kaq shumë dashuri njerëzore afër vetes nga, domethënë ajo që ti këtyre vajzave djem i ke rrit me qumshin e gjirit me 1000 sakrifica, por pikërisht je ajo, nëna, kur dikur ishte voglushe, 9 muajshe në internim. Shepra, shumë që ka jeta rrokull, si thonë. Nuk ka gjithhere me qenë kesh rrokull. E herë del nga kesh. Si është kjo? Am kuptoni më, çfarë do të thotë të kesh qendres tillë? Nuk e përmend fare, se përmend hiqet, do më kalon si një kështu, si të keq, okay, po ishte me e kaloj. Edhe flet vetëm për jetën e sotme. Të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që folim edhe këtu. Jo prit se nuk do ta mbyllim këtu, nuk do ta mbyllim këtu. Sa diku mendoj ta mbyllim. Se ti tani nuk rrin më këtu veç vini e mblidheni kështu, por për kalamajt për njëri tjetër, je në Tale. Po. Edhe un kam qef që shkojmë edhe në Tale. Mirë. Shkojmë Tale, edhe ta mbyllim Tale atje ku ti bën jetën e përditshme me fëmijët e djemve, edhe se si e kalon ditën, unë them ta mbyllim atje. A mirë? Si ta shihni të shtem. Si ta shihni, më kalon dorë mua, si ta shihni se ka besim kjo unë. Shtektimit ton me Nana Frangën po i vjen fundi. Pikrisht, atje ku ajo jeton sot me djemtë e saj, në Tale të Lezhës, në një oazë të mrekullueshëm agrobujësor. Ajo është e fortë dhe mbahet. Çdo ditë e ndërton përmes një kodi aktiv jetese. U gëzohet kopshnajeve, pemëve, frutave, por mbi gjitha nipave që e shoqërojnë. Ajo është grua e rrallë, e energjive pozitive. Gjithçka ka kaluar e bluar me vete, por jo si rënkorët për t'u angarkuar mbi shpinë brezave familjar, aq më tepër fëmijëve. Ndaj vetëm buzëqesh. Dhe teksa e pyes her pas here, më përgjigjet buzësisht. Thua nuk ka ndodhur asgjë në jetën e saj. Ashtu ishin kohët. Belbizon me zot ulët, si për të më thënë se e lëm atë mohabet për atje ku i bën. Dhe më pastaj në anë të gjakut përhumbet në kujtimet e saj që vijnë përmes një déjà vu fotosh nga kalura, për të mos harruar trungun e saj, nga i pari tek i fundit, bi dhe bia, të cilët ndihen krenar që vijnë nga dera e tribunit popullor, gjin pjetrit kurbinit dhe lash prenglushës së male. See the fire in your eyes. See the fire.
see the fire in your eyes.